Si të marrësh atë që duash? Sekreti është më i thjeshtë nga sa duket. Gjithçka fillon me një hap të vogël. Kërko. Nëse ka një art që duhet ta mësosh tepër mirë, është ky arti i të kërkuarit. Formula është e thjeshtë: kërko dhe do të marrësh. Çfarë do të thotë të kërkosh? Do të thotë të qartësosh se çfarë do, të flasësh hapur dhe të besosh se ajo që kërkon mund të vijë drejt teje. Kur njeriu kërkon diçka, brenda tij ndizet një proces i veçantë, mendor dhe emocional, që e shtyn drejt mundësive të reja. Nuk ka rëndësi që nuk e kupton saktësisht mekanizmin, rëndësi ka që funksionon, ashtu si një makineri që vihet në lëvizje me vetëm një buton. Të kërkuarit është fillimi i të marrurit. Kështu që filloja procesi. Marrja është e natyrshme. Bota është e mbushur me mundësi, me bollëk, me hapësirë për sukses. Asgjë nuk është e kufizuar. Problemi nuk është se nuk ka mjaftueshëm. Problemi është se shumë njerëz shkojnë te oqeani për të marrur ujë me një lugë. Me frikë, me dyshim, me kërkesa të vogla. Ndëro veglën. Ndëro mënyrën e të menduarit. Shko te oqeani me një kovë, ose edhe më mirë, me një fuqi. Kërko më shumë. Lejoje veten të kërkosh më shumë. Besoj mundësive të tua. E para, kërko me inteligjencë. Mos fol me zë të pasigurt, nuk arrin asgjë kështu. I qartë, i specifik. Të pyesësh me inteligjencë do të thotë të jesh specifik. Sa shpejt? Çfarë ngjyre? Qartësoje dhe përshkruaje atë që duash. Qartësia të tërheq më afër qëllimit. E dyta, kërko me besim. Me atë besimin e pastër që kanë fëmijët. Planifiko si i rritur, por beso si fëmijë. Bota i admiron vepruesit.